can fly. Gjesti shudit publikun shfaq pëlqim për Xhemi Shehun, nga çfarë i tha Eglit. Të gjithë moderatorët e Top Channel-it janë futur vetëm pak para finales së madhe të 19 prillit për të vënë më shumë hare dhe gëzim banorëve të Big Brother VIP. Duket se në batuta, por edhe në ngacmime me njëri tjetrin, ata janë kënaqur dhe kanë kaluar plot 2 orë gjysmë së bashku me njëri tjetrin. E Gjesti, i cili duket tepër i mërzitur, duket se moderatorë të shumti kanë qëndruar afër, teksa diçka që nuk ishte vënë re u zbulua nga vete i në një bisedë me Eglin. Pas daljes së moderatorëve, duke biseduar për vizitën e tyre, Gjesti në një bisedë intime me Eglin ka zbuluar diçka. Ai tregoi dhe pohoi se për një nga moderatorët pati një flirë dhe një simpati nga ana e tij. Ai tha se madje nuk mund ta shitë as në sy, sepse ju duk shumë e mirë. Egli nëpërmjet xhelozisë, por edhe për dashur për të kuptuar më shumë se kush ishte moderatorja, fillimisht ju drejtua për nevin e shtyllën, teksa Gjesti mohoi këtë pretendim nga Egli. Gjesti më pas shkoi në karrikën ku ishte ulur Xhemi përballë Gjestit, teksa puthi karrikën, duke lënë të kuptohet se po flet pikërisht për Xhemin. Ishte yll, nuk kam çfarë të them, tha Gjesti, teksa Egli me njëherë nxorri xhelozinë e pa duke thënë, po ajo është e martuar më re, ka edhe 2 fëmijë, nuk mund të lëshosh këto fjalë. I ka thënë Gjesti, teksa ky i fundit tha se unë nuk përmenda emra dhe emrat i përmende ti. Fansat në rrjet e kanë parë si një gjithas pak të hishëm, aq më tepër për jetën sentimentale të Xhemit jashtë, ndërkaq që nga ana tjetër, fansat e Gjestit kanë nisur menjëherë riditimet midis Gjestit dhe Xhemi Shehut.